Shekullin e 15. Arbëria jetonte mes shpresës dhe shkatrimit. Malet e saja ishin ende të lira, por horizonti ishte i mbuluar nga hijet e perandorisë osmane. Çdo kështjell ishte një plag e hapur, çdo princ një mburoje përkohshme dhe çdo aleancë një ekuilibër i brisht që mund të thyej nga një fjalë, një ambicie ose një tradhtim. Ishte koha kur burrat mbanin shpatën gjithmonë gati, jo vetëm për armikun e jashtëm, por edhe për njëri tjetër. Në këtë botë të ashpër, jetonin dy princë shqiptar, të barabartë në emër, por të ndryshëm në fat. Lek Dukagjini dhe Lek Zaharia. Dy burra që historia i bashkoi në një nga ngjarjet më të errta të arbërisë mesjetare. Një histori nuk flet vetëm për vrasjen, por për krenari, për pushtet, për përçarje dhe për një plag që u hap pikërisht në momentin kur Shqipëria kishte më shumë nevojë për unitet. Lek Zaharia ishte zoti Danjers, një kështjell që nuk ishte thjesht gur dhe mur, por çelës i rrugëve tregtare, pikë strategjike mes detit dhe brendësisë. Simbol force dhe pavarësie. Danja nuk ishte vetëm pronë, ishte identitet. Për Zaharian, ajo përfaqësonte trashëgiminë e gjatë, nderin e familjes dhe autoritetin e tij si princ. Ai ishte i ri, i vendosur, i vetëdijshëm për rëndësinë e tokës që sundonte, dhe për rrezikun që kërcënonte nga çdo anë. Lek Dukagjini, nga ana tjetër, vinte nga një familje fuqishme arbërisë. Emri Dukagjini mbante peshë, histori dhe një ambicie që nuk njihte kufi. Për Dukagjinin, Danja nuk ishte thjesht kështjell e Zaharisë. Ishte një padrejtësi e vjetër, një territor që sipas mendësisë së kohës duhej të ishte në ndikimin e familjes së tij. Dhe në botën mesjetare, ku ligji shkruhej me shpatë, pretendimet nuk zgjidheshin me letër, por me gjakë. Presioni mes dy lekëve nuk lindi brenda natës. Ai uri ngadalë, si një zjarr i fshehur në hy. Fjalë të pathëna, vështrime të rënda, ndërmjetësime të dështuar. Politika si gjithmonë ishte vetëm një pjesë së vërtetës. Sepse historia flet edhe për një arsye tjetër, më njerëzore dhe më e rrezikshme, një grua. Urimet e kohës nuk e përmendin emrin e saj. Ndoshta sepse emri i saj nuk kishte rëndësi për kronikat, ose ndoshta sepse heshtja ishte mënyra më e sigurt për ta fshehur një të vërtetë të pakëndshme. Por ajo ekzistoi, një grua fisnike, bukuria së cilës ndezi një rivalitet. Politika vetëm sa e ushqeu. Të dy lekët e donin. Dhe në një botë ku krenaria ishte më e fortë se sa arsyeja, dashuria u shndrua në sfidë. Xhelozia nuk u shfaq si brit, por si helm i ngadalë. Çdo fitore e Zaharias ishte humbje për Dukagjinin. Dorëhapi i Dukagjinit shihej si kërcënim nga Zaharia. Ndërkohë mbi të gjitha këto qëndrime, figura e Skënderbeut, cili përpiqej me çdo kusht të mbante të bashkuar principatat shqiptare përballë rrezikut osman. Por edhe Skënderbeu, sado i madh, nuk mund të shuante çdo konflikt, çdo ambicie, çdo ego. Vitin 1451 erdhi si një pikë kthese. Një takim u organizua mes dy princeve.
në dukje për paqe, për pajtim, për të mbyllur një herë e mirë armiqsinë që po kërcënonte stabilitetin e krahikës. Në botën mesjetare, takimet të tilla ishin të rrezikshme. Fjala paqe shpesh ishte maskë për tradhtim. Dhe këtë herë historia do ta vërtetonte edhe një herë, të vërtet të hidhur. Në një vend të izoluar, larg syve të popullit, larg mureve të kështjellave, ndodhi ajo që do të ndryshonte gjithçka. Nuk pati duel, nuk pati thirrje për nder, nuk pati betejë. Lek Dukagjini e vrau Lek Zahariu. Një akt i shpejt, pa mëshirshëm, i pakthyeshëm. Gjaku i Zaharias u ndert mbi tokën arbërore, jo nga dora e pushtuesit, por nga dora e një shqiptari tjetër. Lajmi u përhap me shpejtësi, o borët u tronditën. Aleancat u lëkundën. Skënderbeu u zemërua. Jo nuk ishte vrasja e një princi, ishte një goditje. Ai vetë i des së bashkimit shqiptar. Sepse ndërsa shqiptarët prisnin njëri tjetrin, armiku priste. Dhe kur armiku pa përçarjen, veproi. Venecia, gjithmonë vigjilente dhe e gatshme, të përfitonte, mori danjën, pa luftë, pa gjakderdhje. Një gështjellë strategjike humbi jo nga ushtria osmane, por nga një vrasje mes princave shqiptar. Ishte një humbje që nuk u la me gjak armiku, por me turpin e përçarjes. Lek Dukagjini do të vazhdonte të jetonte, do të luftonte, do të linte pas kanunit, ligjin, do të rregullonte jetën e shqiptarëve për shemb. Por hija e asaj vrasje nuk u largua kur. Ajo e ndoqi si një mallkim, si kujtesë, se edhe figurat më të mëdha mbartin brenda tyre errësirë. Lek Zaharia nga ana tjetër pushua. Nuk la pas një mbretëri të madhe, nuk la ligje, nuk la kohë për të shndruar në legjend. Por vdekja e tij u bë simbol. Simboli një Shqipërie u dobësua, jo vetëm nga forcat e jashtme, por nga plagët e brendshme. Dhe kështu, historia e dy lekëve mbetet një rrëfim i hidhur, një kujtesë, dhe në momentin më vendimtare, përçarja është armiku më i rrezikshëm. Se ndonjëherë shpatat që na vrasin nuk vijnë nga jashtë kufive, por ngrihen nga dora e tij që flet të njëjtën gjuhë dhe mban të njëjtën emër.